Influencerja e njohur Hati ka ndarë me ndjekësit e saj një situatë serioze, duke bërë të ditur se i është drejtuar autoriteteve për një denoncim zyrtar. Përmes një postimi me Instagram, ajo publikoi një foto nga ambientet e jashtme të drejtorisë së policisë së Tiranës, duke konfirmuar se ka ndërmarrë hapa ligjor. Sipas Hatit, shkakmi i këtij veprimi është përdorimi i artificial intelligence për të manipuluar imazhin e saj. Ajo sqaroi se materialet që po qarkullojnë në rrjet janë tërësisht të rreme dhe janë krijuar me qëllime keqdashëse për të dëmtuar figurën e saj publike. Pavarësisht situatës, influencerja ka reaguar me një qëndrim të prerë: "Unë e di kush jam dhe nuk më cënon asgjë e tillë." Në fund të reagimit të saj, ajo paralajmëroi se personat që qëndrojnë pas këtij manipulimi do të mbajnë përgjegjësi të plot ligjore. Hati theksoi se çdo përpjekje për të njollosur imazhin e saj përmes teknologjive të tilla do të përballet me pasoja të rënda.